Ton krejtve, sot kam e bo burrito, edhe normal kuptohet që unë e kam i bo, e Angel-e kam i la in. Jo po kam i hangër. Nuk të duhet me qenë ekspert i kushinës për me dash me bo burrito, përveç se ka një shije shumë të mirë, është edhe ushqim i lehtë për stomakun. Nëse shikojmë në pjesën e kalorive, është fast foodi ma i shëndetshëm ndonjëherë. Përgatitja e burritove bëhet në disa mënyra, mirë po këta janë përbërësit që na pëlqejnë më shumë, edhe gjithmonë vendosim edhe zgjedhim një përgatit në këtë mënyrë. Nuk e di sa keni vërejt, mirë po na I pëlqejnë ushqimet spicy apo të djegsta, për ndryshe nuk kishim e qenë as shqiptare as ballkanas. Mirë po, për sa I përket juve, shija e djegst është opcionale. Të gjitha ata që vendosin mi provu, ju baf mirë, e për ndryshe kjo është edhe një recet për të cilën mundeni lehtësisht mi përdor edhe të ftohtë, gjë që ju kisha sugjeru ta përdorni edhe si shujt për syfër. Ju përshëndes shumë të gjithëve dhe ju falenderoj gjithë secili që po më ndiqni, e deri në videon e radhës, bye!